Kur një burr të prek jo vetëm me duart e tij, por me qëllim zgjohet diçka e lashtë mes jush. Nuk ka të bëjë vetëm me dëshirën, as edhe me epshin. Është biseda e heshtur që trupat tuaj fillojnë kur fjalët dështojnë. Dikur mendoja se intimiteti ishte thjesht kimi, zjarr, tërheqje, momenti i duhur. Por kohët e fundit pyes veten, mos vallë është diçka më e thellë, diçka që lidhet më pak me trupin dhe më shumë me të vërtetën. A e ke vënë re ndonjëherë, si në ato momente të qeta, kur gjithçka ngadalësohet, frymëmarrja jote i përshtatet së tij? Ai përputhje i vogël, ai ritëm i padukshëm nuk është rastësi, është lidhje, është mënyra si trupi thotë, të shoh, të ndjej, të besoj. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse disa momente mbeten të paharrueshme, ndërsa të tjerat zbehen. Po sikur ndryshimi të mos qëndroj tek ajo që ai bën, por tek mënyra si ti e lejon të shoh, sepse kur një burr vërtet dëshiron të eksploroj, ai nuk kërkon trupin tënd, por reagimin tënd, vërtetësinë tënde, versionin e pafiltruar të teje që nuk fshihet pas një roli. Ka diçka magjike tek një grua që ndihet mjaftueshëm e sigurt për t'u dorëzuar jo nga dobësia, por nga besimi. Kur ajo ndalon së luajturi dhe thjesht ndjen, ajo bëhet e papërballueshme. Jo sepse përpiqet, por sepse është e vërtetë. Kjo është ajo që e lidh burrin edhe shumë kohë pasi momenti ka kaluar. Shpesh thuhet se burrat janë të thjeshtë, kërkojnë vetëm kënaqësi. Unë nuk e besoj këtë. Kur një burr tërhiqet vërtet nga një grua, është sepse në bristësinë e saj ai njeh diçka të shenjtë, diçka të vërtetë, diçka thellësisht njerëzore. Ai nuk kërkon dominim, por ndikim. Ai do të di që mund ta prek, ta lëviz, të ndryshojë energjinë e saj, që mund të krijojë një përvojë që ajo kurrë nuk do ta harrojë. Dhe këtu qëndron një keqkuptim. Kjo nevojë për lidhje, kjo dëshirë për të parë në humbjen e kontrollit, nuk lind nga dëshira për pushtim, por për përkushtim. Për një burr që ndjen thellë, kënaqësia e gruas është konfirmimi i tij. Ajo i thotë, të shohin, je i rëndësishëm, mund të bësh diçka. Nuk është arrogancë, por nevojë për kuptim. Akti vetë bëhet një gjuhë që shpreh gjithçka që fjalët nuk mund të thonë. Por çdo burr e shpreh këtë dëshirë ndryshe, disa përmes prekjes, të tjerë përmes durimit ose përmes atij shikimit të heshtur që qëndron, sikur të donte të ruante përgjithmonë momentin. Dhe kur ai shikim mbetet jo epshor, por i nderuar, është një lloj adhurimi, jo i trupit tënd, por i pranisë sate. Ai nuk admiron për sosmërinë, por të vërtetën. Dhe kur e kupton këtë, pushon së shqetësuari për atë se si dukesh apo çfarë mendon ai. Fillon të ndjesh, të lirohesh, dhe pikërisht aty fillon magjia e vërtetë. Dikur besoja se dashuria nënkuptonte kontroll, të jepje vetëm aq sa të ndiheshe i sigurt, por ndoshta forma më e madhe e forcës nuk është kontrolli, por besimi. Aftësia për t'u hapur, për ta lënë dikë të hyjë dhe megjithatë të mbetesh i plotë. Ndoshta intimiteti nuk ka të bëjë me atë që ndodh mes dy trupash, por me atë që ndodh mes dy shpirtrash, kur më në fund ndalojnë së luajturi. Prandaj kjo temë është e rëndësishme jo sepse është sensuale, por sepse është njerëzore. Sepse në atë moment afërsie qëndron ajo që burrat dhe gratë dëshirojnë më shumë, të kuptohen, të pranohen dhe të duhen pa kushte. Prandaj pyete veten sonte, kur e le për herë të fundit dikë të shoh njeriu e vërtet brenda teje, versionin pa frikë, pa kontroll, pa maskë, aty fillon lidhja e vërtetë. Dhe ajo që vjen më pas mund të ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si mendon për intimitetin. Kur një burr ndjehet vërtet i tërhequr nga një grua, nuk ka të bëjë vetëm me dëshirën, është kërkimi për pranimin. Pas çdo prekjeje, çdo puthjeje, qëndron një pyetje e pathënë. A më ndjen ashtu siç të ndjej unë ty? Shumë mendojnë se intimiteti është vetëm pasion, por në të vërtetë ka të bëjë me konfirmimin. Për burrat, momentet më të forta nuk janë ato kur ata kanë kontrollin, por ato kur shohin si reagon trupi yt për shkak të tyre, kur ndjejnë që kanë zgjuar diçka të vërtetë tek ti. Ky është rrahja e zemrës së lidhjes së tyre. Ai nuk ndjek epshin, ai kërkon kuptim. Në atë moment, ai të dëgjon në një mënyrë që as ti vetë nuk e kupton.
ritmin e frymëmarrjes tënde, tensionin e shpatullave të tua, dridhjen e zërit tënd. Gjithçka bëhet orientimi i tij. Nuk i duen fjalë, reagimet e tua i tregojnë gjithçka. Dhe kur ti pushon së mbajturi veten, kur shprehesh lirshëm, pa frikë nga papërsosmëria, ai ndihet i ftuar në botën tënde. Atëherë përqendrimi i tij bëhet më i thellë, lëvizjet e tij më të ngadalta, prekjet e tij më të vetëdijshme. Për të nuk ka të bëjë me teknikën, por me rezonancën. Sepse trupi yt i pasqyron atij që po prek më shumë se sa lëkurën që po arrin diçka shumë më të thellë. Burrat shpesh keq kuptohen kur bëhet fjalë për intimitetin. Ata arriten të jenë mbrojtës dhe zgjidhës problemesh, por në ato momente të rralla afërsie, ata mund të ndalojnë së funksionuari. Mund të ndjejnë, të japin pa llogari, të përjetojnë afërsi pa fjalë. Dhe pikërisht kjo e bën këtë moment të shenjtë për ta. Nuk është dominim, është përkushtim. Sepse kur një burr vendos të eksplorojë vërtet, ai nuk ndjek thjesht një instinkt, ai tregon besim. I lejon vetes të jetë i prekshëm në një mënyrë që shoqëria mezi ja lejon. Në atë moment, e gjithë vëmendja e tij i përket vetëm teje. Bota përreth zhduket. Ai nuk mendon. Ai thjesht është aty. Dhe kjo prani është forma më e pastër e dëshirës. Por ajo është edhe e brishtë, sepse sapo ti të tërhiqesh, ai e ndjen. Hezitimi më i vogël, dyshimi më i lehtë dhe ritmi thyet. Prandaj vërtetësia është kaq vendimtare. Kur i tregon atij të vërtetën tënde, dridhjen, frymëmarrjen, lirimin, i jep atij leje të jetë gjithashtu i sinqert. I thua, këtu është e sigurt, mund të lëshosh, dhe ai e bën. Atëherë intimiteti shndërrohet nga fizik në energji. Dy njerëz ndalojnë së ekzistuari veçmas. Ata bëhen një lumë, një ritëm, një dridhje, një vallëzim vëmendjeje, besimi dhe ndjenje. Dhe për burrat kjo është dehese. Jo sepse është erotike, por sepse është e vërtetë. Asnjë skenar, asnjë lojë, vetëm reagim. Dhe pikërisht kjo e bën atë varësuese. Sepse në përditshmëri burrat rrallë mund të shihen thjesht ashtu siç janë, pa pasur nevojë të vërtetojnë diçka. Por në këtë hapësirë reagimi yt është dëshmi e mjaftueshme që ai mund të krijojë diçka që njëkohësisht sjell gëzim, siguri dhe lidhje. Prandaj ai dëshiron më shumë reagimet e tua se sa fjalët e tua. Trupi yt bëhet reagimi i tij, kënaqësia jote, qëllimi i tij. Dhe çdo herë që ti lirohesh, i konfirmon vlerën. Dikur mendoja se gratë ishin më emocionale, por sot e shoh, burrat ndjejnë po aq thellë vetëm se e tregojnë ndryshe. Për ta, emocioni rrjedh përmes veprimit. Kur ai të prek, thot, më intereson. Kur ngadalson, thot, jam këtu. Kur të sheh dhe pret frymën tënde, thot, të besoj. Prandaj këto momente mbeten. Nuk maten me sekonda, por me ndjesi. Lën një gjurmë të padukshme, një kujtim se si ndihet lidhja e vërtetë. Prandaj, kur ti reagon, hapesh pa frikë, i jep atij diçka që shkon përtej dëshirës fizike. I jep përkatësi. Dhe pikërisht kjo e bën atë të kthehet jo për atë që bën, por për atë se si e bën të ndihet. Ngrohtësia e përkushtimit tënd, ndeshmëria e reagimeve të tua, energjia që pulson mes jush, këto janë fijet e padukshme që e lidhin atë me ty shumë kohë pas atij momenti. Shumica e njerëzve ndjekin kimis, vetëm pak e kuptojnë lidhjen, por e vërteta është, kimia venitet, lidhja thellohet. Dhe kur e lejon këtë hapësirë, kur ndalon së kontrolluari dhe fillon të pranosh, krijon një përvojë që duket gati transcendentale. Atëherë ai ndalon së shikuari intimitetin si diçka fizike dhe fillon ta ndjejë si diçka shpirtërore, sepse tani nuk ka të bëjë vetëm me ju të dy, por me atë që ndodh mes jush, gjua e padukshme e prekjes, frymës dhe emocioneve që fjalët nuk mund ta përshkruajnë. Dhe ndoshta ky është sekreti i vërtet pse disa momente janë të paharrueshme. Ato nuk sillen rreth aktit vet, por rreth shkëmbimit dhënjes, besimit, të vërtetës së pathënë, që në atë çast të vetëm dy njerëz ndalojnë së qeni të ndarë dhe kujtojnë se si është të ndihesh vërtet njeri. Por ka diçka tjetër, diçka që shumica e injorojnë, dhe kjo ndryshon gjithçka në mënyrën si burrat duan dhe lidhen.
Intimiteti për një burr nuk është vetëm diçka që ai dhuron, është diçka që ai zbulon brenda vetes. Çdo herë që i afrohet aq shumë sa të ndjej frymën tënde, pulsin tënd, ngrohtësinë tënde, ai nuk njeh vetëm ty por zbulon edhe anë të vetes që nuk i gjen askund tjetër. Burri që ngadalson, qëndron i vëmendshëm, i dëgjon trupit tënd, në të njëjtën kohë ndalon edhe tek vetja. Ai e kupton se butësia nuk e bën më të dobët, por më të gjallë, se forca e vërtet nuk është kontrolli, por prania. Dhe në çastin kur ndjen se si reagon ndaj prekjes së tij, ai kupton diçka që as logjika, as përvoja nuk mund ta mësojë, se lidhja është forma më e sinqertë e forcës. Burrave rrallëherë u jepet hapësira për të ndjerë thellë. Ata arriten për të fituar, për të pushtuar, për të arritur. Por në këtë shkëmbim të qetë, pa fjalë, ideja e arritjes zhduket. Nuk ka asnjë qëllim, asnjë gjykim, vetëm frymë, lëvizje, ndjenjë. Është një hapësirë ku ai nuk ka nevojë të provojë asgjë. Ai thjesht mund të jetë. Prandaj ai kthehet aty jo nga epshi, por nga dëshira për atë ndjesi të rrallë të plotësisë. Ndoshta ti nuk e vëren, por kur i lejon me durim dhe kujdes të eksploroj, ti i mëson atij diçka të thellë, se është e sigurt të jesh i butë, se forca dhe butësia mund të bashkëjetojnë, se nuk ka nevojë për një mburoj për të qenë i vlefshëm. Kur prek fytyrën e tij ose vendos dorën në qafën e tij, i thua: "Je i mjaftueshëm. Nuk ke pse të luftosh këtu." Ky mesazh ndryshon diçka brenda tij, e çarmatos, e bën të qëndroj më gjatë, të dëgjoj më vëmendshëm, të jap më shumë, sepse më në fund ka gjetur një vend ku mund të marrë frymë, pa pasur nevojë të shtiret. Ky është pulsi i fshehtë i intimitetit të vërtetë. Nuk ka të bëjë me epshin, ka të bëjë me paqen që lind kur dy njerëz i besojnë njëri tjetrit mjaftueshëm për të ndaluar së luajturi. Atëherë gjithçka ndryshon. Ajri bëhet më i dendur, tingujt zhduken, dhe çfarë mbetet është prania e pastër. Zërat e vegjël, ritmi i ngadalshëm, ngrohtësia mes dy trupave kthehen në një gjuhë, jo të lartë dhe dramatike, por të qetë dhe të thellë e ndjeshme deri në palc. Ajo i thotë: "Je në shtëpi." Dhe e vërteta është, burrat nuk flasin për këtë, sepse nuk kanë fjalë. Ata thonë: "Ishte e pabesueshme, e paharrueshme", por ajo që me të vërtetë nënkuptojnë është se në atë moment diçka brenda tyre u prek që nuk kanë ditur kur ta emërtojnë, diçka që u kujtoi si është të ndihesh mjaftueshëm, i sigurt për të ndjerë. Prandaj ata e dëshirojnë këtë. Prandaj e ndjekin, jo aktin vetë, por lejen emocionale që ai sjell. Mundësinë për të hequr barrën e pritshmërive, të mos kenë nevojë të jenë gjithmonë të fortët, vendimmarrësit, mbrojtësit. Vetëm për një çast ata mund të lëshojnë, të ndjekin ritmin tënd, të udhëhiqen nga diçka që nuk e kontrollojnë. Dhe pikërisht kjo lirim për ta është liri. Për gratë, përkushtimi do të thotë besim. Për burrat, ai do të thotë lehtësim. Sepse kur ai është në atë hapësirë me ty, nuk llogarit, nuk mbrohet, nuk mendon për atë se kush duhet të jetë. Ai thjesht është. Ky është ai pjesë i intimitetit që askush nuk na mëson, pjesa që nuk ka të bëjë me epshin, por me të vërtetën. Dhe e vërteta, sapo të ndjehet, nuk harrohet kurrë. Ajo mbetet, ajo kumbon, ajo e thërret gjithmonë përsëri, jo tek trupi yt, por tek versioni i vetes së tij që ekziston vetëm kur është me ty. Tek burri që mund të ndjejë gjithçka. Prandaj ai kujton, shumë kohë pasi momenti ka kaluar, jo çfarë ndodhi, por çfarë ndjeu, ngrohtësinë, qetësinë, ndjesinë e të qenit vërtet i parë. Kjo nuk është obsesion, është njohje shpirti që njeh vendin ku më në fund ka mundur të pushojë. Kjo është intimiteti i vërtetë, jo një flak, por tokëzim, jo pushtim, por bashkësi. Dhe kur një burr e gjen këtë, nuk dëshiron kur ta humbas. Ai e kërkon përsëri, jo për ta përsëritur aktin, por për të rigjetur këtë shtëpi të rrallë, pa fjalë. Sepse thellë brenda vetes çdo burr, pavarësisht sa i fortë, i kontrolluar apo i qetë, duket dëshiron vetëm të dijë që mund të lirohet dhe përsëri të jetë i mjaftueshëm. Por pyetja e vërtetë është, çfarë ndodh kur ai e gjen këtë lidhje dhe kupton se ajo i ndryshon përgjithmonë kuptimin e dashurisë?
Kur një burr më në fund kupton se intimiteti është më shumë se një prekje e thjeshtë, diçka fillon të ndryshojë brenda tij. Ai e kupton se dashuria nuk matet me intensitet, por me qëndrueshmëri me atë se sa i sigurt ndihet kur lejohet të jetë krejt vetvetja. Për vite me radhë ndoshta ka besuar se tërheqja ishte eksitim ethet e gjuetisë, deja, risia. Por sapo ka përjetuar lidhjen e vërtet që qetëson mendjen e tij dhe stabilizon zemrën, gjithçka ndryshon. Ai fillon të dëshirojë më shumë qetësinë se sa kaosin. Ai e kërkon thellësinë më shumë se sa emocionin kalimtar. Dhe këtu qëndron paradoksi, sa më i tokëzuar të ndihet pranë teje, aq më shumë pasion mund të shprehë. Sepse pasioni që rritet nga siguria digjet më pastër, më qetë dhe më thellë se çdo zjarr i përkohshëm. Dikur mendoja se burrat i friksoheshin brishësisë se ata iknin nga ndjenjat që i pasiguronin, por kam parë të kundërtën. Ajo që burrat vërtet i frikson është të hapen para personit të gabuar dikujt që nuk e kupton gjuhën pas heshtjes së tyre. Kur një burr hapet në intimitet, kur të lejon të shohësh butësinë e tij pas forcës, ai nuk të beson vetëm trupin e tij, por identitetin e tij. Kjo është një lloj zhveshjeje që shkon shumë më thellë se lëkura. Është sikur të thotë, ky jam unë pa maskë, a do të më shohësh ende si më parë? Dhe kur ti përgjigjesh jo me fjalë, por me ngrohtësi, me një shikim, një prekje, një pëshertim që thotë, këtu je i sigurt, i dhuron atij diçka të rrallë, një shtëpi emocionale. Kjo është ajo që e lidh atë në një mënyrë që logjika nuk mund ta shpjegojë. Sepse kur një burr ndjen paqe në praninë tënde, asnjë ngazëllim i jashtëm nuk mund të krahasohet me të. Ti bëhesh hapësira ku ai kujton se kush është, kur nuk ka asgjë për të provuar. Ky është sekreti i vërtet i tërheqjes. Nuk qëndron në pamje apo përsosmëri, por në një energjinë që thotë, këtu mund të marrësh frymë. Një grua që mbart këtë energji nuk ka pse të ndjek askën. Ajo tërheq. Qetësia e saj bëhet magnetike. Butësia e saj bëhet forca e saj. Sepse butësia e vërtet nuk është dobësi, por një ftesë. Dhe një burr që gjithë jetën ka luftuar për të mbajtur kontrollin, do të tërhiqet gjithmonë nga ai vend ku nuk ka më nevojë të luftojë. Në këtë kuptim, intimiteti bëhet shërim. Çdo puthje, çdo frymëmarrje, çdo çast afërsie bëhet një terapi e heshtur, ku dy njerëz i kujtojnë njëri tjetrit se është në rregull të ndjesh, të lëshosh, të jesh njeri. Prandaj lidhja e vërtet shpesh u duket burrave e shenjtë. Nuk ka të bëjë me epsh, por me kthimin tek prania, tek ndeshmëria, tek emocionet. Kur ai është pranë teje në këtë mënyrë, ai nuk ikën nga jeta, ai lidhet përsëri me të. Tingulli i frymëmarrjes sate, ngrohtësia e lëkurës tënde nuk janë nxitje, por tokëzim. Ato i kujtojnë se është real, se ky çast ekziston përtej mendimeve dhe pritshmërive. Dhe kjo vetdije ndryshon mënyrën e tij të dashurisë. Sepse sapo një burr e përjeton dashurinë përmes pranisë dhe jo përmes arritjes, ai pushon së kërkuari konfirmim dhe fillon të kërkojë harmoni. Nuk dëshiron të impresionojë, dëshiron të ndjejë, nuk ka nevojë të dominojë, dëshiron të kuptojë. Kjo shndërrim e bën intimitetin një dialog nga dëshira lind për kushtimi. Dashuria e tij piqet. Ajo përcaktohet më pak nga ajo që merr dhe më shumë nga ajo që mund të jap, jo për të provuar, por për të lidhur, jo për të kontrolluar, por për të kujdesur. Ti do ta ndjesh në mënyrën si të prek, jo me ngut, jo mekanikisht, por me vëmendje, gati me nderim. Do ta shohësh në shikimin e tij më pas, kur të vështron, sikur të ndjej ende gjurmën e energjisë sate në ajër. Dhe në atë shikim do të njohësh diçka më të thellë se tërheqjen, mirënjohjen. Sepse tani ai kupton se ajo që ndat ishte më shumë se epsh, ishte njohje. Një pasqyrë që i tregoi atij thellësinë e vet. Kjo njohje e transformon. Ai fillon të dojë ndryshe, të flasë ndryshe, të lëvizë në botë me një siguri të re dhe të ketë një siguri që lind nga përvoja e lidhjes së vërtetë. Por ky lloj intimiteti që me të vërtetë e ndryshon një burr, varet nga një gjë, aftësia e një gruaje për të mbetur e hapur, pa humbur veten.
sepse lidhja nuk do të thotë të japësh gjithçka, por të lësh të vërtetën të rrjedhë lirshëm. Kjo balancë, ky vallëzim mes dhënies dhe tokëzimit, përcakton dashurinë në formën e saj më të lartë. Dhe pastaj ka një nivel të fundit të kësaj të vërtetë, një nivel që tregon pse një lidhje e tillë nuk e ndryshon vetëm atë, por edhe ty. Kur dy njerëz arrin këtë thellësi të lidhjes, ndodh diçka pothuajse alkimike. Nuk ka më rëndësi kush jep apo kush merr, ajo kthehet në një rrjedhë të përbashkët, si dy lumenj që bashkohen, derisa nuk dihet më cili filloi I pari. E ndjen në heshtjen pas stuhisë, kur gjithçka ngadalësohet dhe mbetet vetëm rrahja e zemrës në qetësi. Ky është çasti kur intimiteti bëhet transformim. Kur të dy kuptojnë se ajo që po përjetojnë nuk është vetëm afërsi, por qartësi. Filloni të shihni njëri tjetrin ndryshe. Muret që dikur dukeshin të domosdoshme, shuhen. Ndaloni së luajturi role dhe filloni të tregoni pjesët e vetes që rrallë shohin drigë. Për të, është hera e parë që mund të ndjej pa frikë se do të keq kuptohet. Për ty, është momenti kur kupton se butësia jote nuk është dobësi, por forcë, sepse e prek atë në një mënyrë që forca kur nuk do të mundte. Dikur mendoja se transformimi në dashuri ndodhte përmes gjesteve të mëdha apo deklaratave. Sot e di, ai ndodh në përshpëritjet, në pushimet mes frymëmarrjeve, në ato çaste kur ndalon së provuari diçka dhe thjesht ekziston. Kjo është bukuria e lidhjes së vërtetë. Ajo rishton historinë e asaj se kush je. Ai fillon të kuptoj se burëria nuk do të thotë të jesh I paprekshëm. Do të thotë të kesh guximin të ndjesh thellë. Dhe ti fillon të kuptosh se feminiteti nuk ka të bëjë me pëlqimin, por me një ndershmëri aq të pastër, sa që fton siguri. Së bashku kuptoni se intimiteti nuk është një qëllim, por një praktik, një ritëm dhënieje, pranimi, ndalese dhe kthimi. Në këtë ritëm zgjohet diçka e lashtë. Filloni të kujtoni se çfarë ishte dashuria, para se bota t'ju thoshte si duhet të dukej. Kujtoni instinktin për të prekur, për t'u kujdesur, për të dëgjuar. Kujtoni se brishtësia nuk është e kundërta e forcës, por burimi I saj. Prandaj një lidhje e tillë ndihet pothuajse shpirtërore. Nuk ka të bëjë me ikjen nga bota, por me kthimin tek ajo më I plotë, më I vërtetë. Energjia mes jush shndërrohet nga ngutja në mirëkuptim. Nuk ka arsye për t'u nxituar, sepse prania e thjesht bëhet kënaqësi. Çdo shikim, çdo frymëmarrje, çdo fjalë e pathënë bëhet një fije që end diçka të shenjtë. Dhe në atë endje ju të dy shëroni pjesë të vetes, për plagët e të cilave nuk dinin. Ai shëron pjesën brenda tij, së cilës I thanë se burrat nuk duhet të ndjejnë. Ti shëron pjesën brenda teje, së cilës I thanë se gratë duhet të fshehin dëshirën e tyre. Së bashku shkruani sërish skenarin. Krijoni një gjuhë të re, një gjuhë prej durimi, vëmendjeje dhe të vërtetë. Prandaj intimiteti I vërtet lë gjurmë që koha nuk mund t'i fshijë. Nuk ka të bëjë me kujtesën, por me vulosjen. Ajo ndryshon mënyrën si ecni në përboll. Ai mban butësinë tënde në duart e tij dhe ti mban praninë e tij në pulsin tënd. Ju të dy bëheni më të butë, jo më të dobët, por më të mençur. Sepse tani keni parë se si duket dashuria kur hiqen të gjitha maskat, dhe kush e ka parë këtë një herë nuk mund të kthehet më pas. Kjo është revolucioni I heshtur I lidhjes. Ai të mëson se dashuria nuk kërkon për sosmëri, por prani. Nuk gjendet në zhurmë apo në gjeste të mëdha, por në qetësinë e njohjes së ndërsjellë. Unë të shoh, unë të besoj, unë të zgjedh. Ky është ai lloj intimiteti që mbetet edhe në mungesë, sepse nuk lidhet me prekjen, por me të vërtetën. Dhe e vërteta kumbon gjatë, pasi momenti ka kaluar. Ai do ta mbajë me vete në mënyrën si flet, si të sheh përtej hapësirës, në qetësinë që më parë nuk ekzistonte. Ti do ta mbash me vete në frymën tënde, në sigurinë e qetë se nuk ke nevojë për konfirmim, sepse e di që je e denjë të ndjehesh e tëra. Ky lloj lidhjeje nuk ndryshon vetëm marrëdhënien, por ndryshon njerëzit brenda saj. I rafinon ata, I kthen në shtëpi tek vetja. Prandaj është kaq e rrallë, kaq elektrizuese, kaq e paharrueshme.
sepse kur dy shpirtra takohen në këtë thellësi, ata nuk kthehen më si të njëjtët në sipërfaqe. Ata kanë përjetuar çfarë do të thotë të dorëzohesh pa u humbur, të bashkohesh pa u zhdukur. Dhe ky ekuilibër, ky besim, bëhet rrahja e zemrës së diçkaje më të madhe se romanca. Bëhet zhvillim. Por ekziston një e vërtetë e fundit, shtresa më e thellë e gjithë kësaj, që shumica nuk e arrin kurrë. Njohja se lidhja më e thellë që mund të përjetosh nuk fillon me të ose me atë, por me ty. Gjithçka që ke ndjerë deri tani të sjell këtu tek ajo qetësi e brendshme që kupton se lidhja e vërtetë nuk fillon me atë që dikush të jep, por me atë që je gati të ndjesh vetë. Sepse sado thellë të shoh dikush tjetër, nëse ti nuk mund të përballesh me veten me të njëjtën ndershmëri, lidhja nuk do të mbajë. Ajo do të shuhet, do të zbehet, do të shpërbëhet sërish në mall. Prandaj forma më e fuqishme e intimitetit nuk është të jesh i zgjedhuri, por të jesh i hapur. Kur njeh ritmet, nevojat dhe kufit e tu, ti pushon së pritur dikë që të plotëson dhe fillon të krijosh hapësirë për dikë që mund të takojë. Kjo është themeli i çdo kimje të qëndrueshme. Dy qenie të plota që zgjedhin të enden së bashku, jo dy gjysma që duan të riparojnë njëra tjetrën. Për burrat, kjo njohje është një zgjim. Ata kuptojnë se ajo që kërkojnë tek një grua butësi, përkushtim, besim është një pasqyrë e asaj që duan të ndjejnë brenda vetes. Për gratë, është çasti kur kuptojnë se ajo që tërheq më shumë një burr nuk është bukuria apo përsosmëria, por prania, besimi i qetë i një gruaje që tashmë është e plotë. Kur të dy e kuptojnë këtë, intimiteti bëhet i lehtë. Nuk ka nevojë për lojra, prova, luftëra, fuqie. Ai kthehet në një lumë, një ftesë të ndërsjellë për të parë dhe për t'u parë. Ti fillon të lidhesh me qëllim, jo nga nevoja. Flet nga autenticiteti, jo nga frika. Kupton se dashuria në formën e saj më të lartë nuk është diçka që të ndodh, por diçka që rrjedh përmes teje. Dashuria nuk është diçka që e gjen. Ajo është diçka që e lejon. Dikur mendoja se për t'u dashur duhej të impresionoje, se për të mbajtur vëmendjen duhej të provoje veten. Por dashuria që fitohet me arritje gjithmonë kërkon arritje të reja. Ajo lodh. Dashuria e vërtet, ajo që të transformon, kërkon diçka më të guximshme, qetësi. Ajo të thërret të ndalosh së përpjekuri dhe thjesht të jesh. Të rish mjaftueshëm gjatë në të vërtetën tënde që dikush ta shoh dhe të besosh se nuk ke nevojë për përsosmëri për të qenë i denjë. Kjo është energjia që tërheq të vërtetën drejt teje. Sepse kur pushon së luajturi, prania jote bëhet magnetike. Njerëzit e duhur e ndjejnë atë. Energjia e duhur e pasqyron atë. Kështu të gjen lidhja përmes autenticitetit, jo përmes përpjekjes. Dhe kur kjo ndodh, intimiteti ndryshon sërish. Ai pushon së qeni një kërkim për konfirmim dhe bëhet një akt festimi. Nuk e kërkon më dashurinë për të mbushur një boshllëk e ndan, sepse ajo të tepron. Nuk dëshiron më vëmendje, ti dhuron vëmendje. Nuk e frikson më brishtësia e mirë, pret atë si urë mes shpirtrave. Dhe atëherë gjithçka e mësuar për dëshiren, besimin, për kushtimin kthehet tek e vërteta më e thjeshtë. Dashuria nuk është diçka që e ndjej. Dashuria është ajo që bëhesh. Ti bëhesh dashuri në mënyrën si dëgjon, si merr frymë, si lejon jetën të afrohet pa rezistencë. Ti bëhesh dashuri në mënyrën si lejon veten të dukesh pa armaturë. Prandaj çdo udhëtim i intimitetit të çon në fund të fundit në shtëpi tek vetja, sepse vetëm prej andej mund të ndash diçka që mbetet. Burri që e kupton këtë nuk do ta ngatërojë më kur intensitetin me lidhjen. Ai do të kërkojë paqen dhe aty do të gjejë pasionin. Gruaja që e kupton këtë nuk do të jap më nga boshllëku, por nga plotësia, pa u ndjerë e raskapitur. Së bashku krijojnë diçka të rrallë, dashuri që merr frymë, që rritet, që zgjerohet. Një dashuri që nuk të konsumon, por të plotëson. Dhe nëse gjatë leximit të gjithë kësaj ke ndjerë diçka, lejoje të qëndroj, lejoje të kumboj, lejoje të kujtoj se ajo që kërkon tashmë jeton brenda teje, gati të pasqyrohet, jo të gjendet. Ndoshta sonte nuk do të pyesësh më se kush do të kuptoj, por nëse je gati të kuptosh veten,
sepse aty fillon çdo lidhje e vërtet jo në prekje, jo në fjalë, por në guximin e qetë për të qenë i vërtetë. Dhe kur takon dikë që mund ta mbaj këtë të vërtet me ty kur takoheni, pa pasur nevojë të provoni asgjë, por me gjithçka që keni për të ndjerë, atëherë dashuria pushon së qeni një mister. Atëherë ajo bëhet ajo që ka qenë gjithmonë, shtëpi.